Dita e dëshmorëve është përkujtuar edhe në qytetin e Kuçovës, me një sër aktivitetesh në nderim të të rëndëve për liri. Aktiviteti përkujtimor nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe vijoi me një mini koncert të organizuar nga nxënësit e shkollave të Bashkisë Kuçovë, ku këngët patriotike ishin në qendër të kësaj dite simbolike. Pjesë e këtij përkujtimi u bën qytetar të shumt, veteranë dhe pasardhës të dëshmorëve, si dhe drejtues të institucioneve vendore, të cilët u bashkuan për të nderuar sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Përmes kësaj ceremonie, Kuçova rikujtoi edhe një herë rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe respektit të përhershëm ndaj dëshmorëve të kombit. Të nderuar veterantën luftës nacionale shqiptare dhe familjen dëshmorë. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve të kohës zjarrit të epokës legjendare të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Është dita e heronjve dhe dëshmorëve, bijtë e bijave që nëna shqiptare i kishin lindur për një botë të re, për një botë pa pushtues, për një Shqipëri të lirë e papushtues. Është dita e tyre që populli vendosi në pallën e historisë të lirisë dhe të lavdisë. Në 5 maj 1942, vraqja Mustafa, heroj i popullit, simbol i rinisë shqiptare, e asaj rinie që vullnetarisht rrëmbeu pushkën e doli mali.